Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në dita me ne si gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për më shumë nga ana e filozofisë. Pikërisht për këtë e kam nderin ta kem studio Albinor Sejdion, mirë se erdhe. Përshëndetje. Ato të na flasësh pak për veten, prezanto. Po, unë jam Albinor Sejdio, në vitin e dytë master, filozofi politike, në departamentin e filozofisë politike, edhe filozofia është diqysh pasioni jam, po ma shumë menoj që është një farë mënyre e jetës, edhe që atë mënyrën e jetës me mujtën me sjellë për atjerve është mirë. Si mendon pikërisht mënyrë e jetës, a mendon se është më ndryshe nga si person apo Mendoj që filozofia vetë, kur t'ja nisim me lexu filozofi, nëse kur t'jena në rrjedhjat e filozofisë, na bën me mendu pak ma ndryshe se prej sajnëve tjera. Për shembull, nëse shkojnë në drejtime që janë psikologjia dhe historia, pse kur gjë nuk kam kundër atyre, por nëse shkojnë aty gjithmonë dush me marrë një farë formaliteti shkencor që dush me pas. Kurse në filozofi dush me kapën atë çështjen edhe problemin që e ki dush me kapën pak me ma mënyrë pasionante, ose dush me jetu argumentin që e thu, ose argumenti jot nuk ka me pasën fuqinë që ti don me pasën, ose nuk ka me pasën fuqinë para atyre që ndëgjojnë qatë argumentin. Pikërisht në filozofi politike, a mund të më shpjegoj si lidhet kjo me filozofinë pikërisht, çka dallon? Në rregull, tashti problemi te universiteti jon, te Universiteti Hasan Prishtinës, Fakulteti Filozofik, është që na i kena disa programe dhe deri para 2 vjetë u ka një akredituar vetëm programi për filozofi të përgjithshme, tash është filozofi politike, po mënyra se ç'është lidhet është që mundesh mu kanë brenda departamentit filozofisë politike, mundesh me qenë edhe një farë filozofi, po mundesh me qenë edhe dikush që vjen për shembull ka ana interesu me ka ana e politikës që mundesh me ardhën aty dhe është një farë përzierje e mirë, po tani është pak probleme se na bën me hekën që bashkë ato që argumentua deri tashti, çatë filozofinë sikur një farë pasioni për me jetue, na bën me hekë edhe me sakrifiku që ato për politikën, që nuk është sa një mirë, besoj, po duhet me përballu. Okej. Ku ka fillu ky pasioni jot për filozofi? Pasioni jam për filozofi nuk ka shumë interesant se ka fillu kur nejse, jo shumë moshë hershme, moshën kur i kum pas 15 vjetë, e majnë men që e kum pa një libër. Halo i ri, Halo i ri. Po 15 vjetë nuk është ashtu mirë. Edhe e kum pa një libër me kopertina interesante dhe u ka një libër i Nietzsche, se majnë men Lindja e tragjedisë, edhe e kum ble dhe duke kum ditën asë shka është mu kanë filozofë, shka është filozofia. Edhe kur e kum lexua librin Lindja e tragjedisë Nietzsches, më ka pëlqy mënyra që është i shkruar libri, se nuk është as një farë proza, është një farë poetike, po është diqysh mes të dyja. Edhe tani prej atyt, më ka ba filozofia mu divorcu me artin, se unë në shkollë mesme, unë ka në shkollë të artit, tani me vazhdu bachelor filozofinë edhe në master me vazhdu filozofinë po ashtu. Tri fusha kështu këgja ndryshme, arti, filozofia, pasaj dhe filozofia politike. Po, qëllimi jam kryesor gjithmonë nuk kanën që mu marrën me diçka që ka të bëj me kritikën e artit, po jo bash art. Jo pse bash jo art është pikërisht sepse kam një farë droje ose frike se ku të shkue kjo arti modern ose arti konceptual, edhe mendoj që nëse e shty në artin shumë ka që pjesa, nuk ka me met kur gjë api artit që mundet më na ofrue, sidomos nëse e shumë i artin si kur një farë bërsi kuptimi tjetës tonë, edhe prej atëherë ka kaluar te filozofia si diçka që në rregull, filozofia më ndihmon me mendu artin, edhe nëse më ndihmon filozofia me mendu artin, atëherë është diçka e mirë, edhe tash më ka kaluar vetëm u ka një farë angazhimi pak ma shumë praktik. Edhe pse nuk mendoj që, për shembull, e kuptoj atë ndarjen prej artit në filozofi, por ndarjen prej filozofisë në filozofi politike nuk është aq e madhe. Sa lidhet arti me filozofinë sipas teje? Arti lidhet shumë me filozofinë. Është shumë interesante sepse arti gjithmonë ka qëndruar diqysh në periferi të filozofisë, po asnjëherë nuk u marrën si diçka që duhet më kanën i rëndësishëm. Për shembull, Platoni e ka një sen shumë interesant, thot për poetave që duhet mi largu për shtetit tina, për shtetin ideal duhet mi largu poetat edhe artistat bashkë me ata, edhe pse në kohën e Platonit fjala art nuk u kanën, edhe e kam pasur një fjalë tjetër, tekne, që na për përkthy bashkëtash i vjen një farë teknike ose
ata punëtor teknik, me një farë mënyrë janë për grek të vjetër, edhe ata që sigurisht që marrojnë vazo e tjera, ka një të qaja pjesa që bojnë artë, po tani u kanën që shkuptohet arti është besa gjithmonë të u kuptu si kur një farsani që është primitiv sa i përket njohjes. Për shembull Hegeli e ka një koncept, një filozof tjetër gjerman, e ka një koncept shumë interesant që thotë se arti dikur ka me vdekë dhe kur të vdekë arti kanë me ndodhë dy sene. Ose arti ka me bëhe subjektiv, me një farë mënyre që është edhe tash, ose arti ka me bëhe thjesht nuk ka me pasu një interesimin historik që ka pasu arti. Po tani me Nietzsche në Schopenhauerin, arti, konceptimi mbi artin ke ndryshon, se për shembull Nietzsche tani e sheh estetikën, që është fusha ku mujna me futën e artin, e sheh si diçka shumë të rëndësishme, e sheh si të lidhet pikërisht me këtë fiziologjinë tonë, edhe për Nietzsche fiziologjia jone paraqakton edhe mendimin. Kështu që nëse për me përfundu krejt ato pyetjen që ma bani është në kohrat antike dhe deri kohrat moderne që i vjen shekullit 18-19 nuk u marrën shumë e rëndësi ajo lidhja midis artit edhe filozofisë, po tashti nuk ka metën kur gjë tjetër me thonë në filozofinë kontinentale për pas qësoj lidhjes midis artit që e kanë edhe filozofisë. Që kam ndonë, pse ndoshta ta dërheqje nga arti, atë kero pishmon këtë pjesë? Po mu gjithmonë më ka pengu që aspekti artit që u kuptu e vetëm si diçka. Në art e kena një farë mbulesi që është u vendosën tash. Edhe është ajo mbulesa që ti asnjëherë nuk mundesh mu kanë në kritik ndaj asajna që të shërbejë ty. Kur e shen një vepër të artit, për shembull, sidomos një farë arti modern, asnjëherë nuk mundesh mi thonën që në rregull që kjo nuk është arti i bukur, sa ai thotë po shija është subjektive. Edhe tani ti duhesh me thonë në rregull, po shija është subjektive, po deri dikun du të me pasu në kuptim ajo vepra, cilën jetë nga paraqitën të se për shembull ka ndryshim, dikush që e bën vetëm një banane dhe ngjet me ngjit në muri, edhe dikush tjetër që për shembull sikur Leonardo da Vinci ose Frederick Caspari që kanë veprat e tyre pak më ndryshe. Kështu që ajo është që më ka bëhe mu dëshpëru për artit dhe që më ka bëhe mu largu prej tina. Është pikërisht që kjo mungesa që na të mos reflektu mbi artin e kena bëhe artin me reflektu për mi vetë neve. Për shembull një sen interesant që është ndodhur tash në artin modern, është që kur shkojnë na për ekspozita, nuk na paraqitet vepra e artit si diçka që nave duhet me observu, po e kena një 3-4 paragrafe të na kallëzue që kjo lidhet me qëta, që kjo është për shkak që është shështu, dhe që kjo tjetra është shështu, që e mbyt këtë atë përjetimin tonë që e kena me artin. Edhe që u kanën e majnë menë që u kanë shtysa kryesore që në menjën tem me ka thonën në qëfëse arti bëhet që shtu, atëherë unë nësmuj me përbalu artin që shtu u bëhet. Cilët janë ata artistën të preferume dhe çka pikërisht pëlqen të këta? Artistat e mi të preferume këtë kanë bëjnë me romantikën nësë pjesën e artit romantik Gjerman, për shembull Frederick Caspari që e përmena, unë pëlqen shumë. Zakonisht veprat e Frederick Casparit i shohim për kopertina shpesh, edhe minera në njoftë në qëse na të regon dikush, në qëse na paraqet dikush, në qëse na të regon të ka fjallë gabe me përdor. Pse unë pëlqen veprat e Frederick Casparit është që e ruaj një farë pjesë të natyrës që mendoj që na nuk e ruajna në jetën tonë përditshme. Për shembull sa herë që dalmi jashtë, na asnjëherë nuk e lajna natyrën më na fol neve, po gjithmonë shkojna me atë mendimin e kena edhe mënyrën që interpretojna veten tonë natyrë është interesant. Se asnjëherë nuk shkojna me observu natyrën, ose me përjetu ata, po thojna, du të me dalë natyrë se e kum lexu një studim që me mor ajër të pastërt, zgatët jeta, ose bash ma mirë, bash njeri ma i qetë, që menoj që nëse e shohmi ka veprat e Frederick Casparit, e shohmi që atë natyrën që nuk na flet përmes fakteve shkencore, por na flet përmes asaj sublimës që e ka në vetën e vet. Tani ka dhe artist tjerë, për shembull që ka ana romantike, po apet edhe ka ana neoklasike, jo gjermane, angleze, që është William Blake, që u kanë edhe poet edhe artist, edhe veprat e tij na unë pëlqejnë shumë, ti kisha sugjeru edhe ty, mi lexu veprat e William Blake, që janë shumë interesant. Po filozofët? Prej filozofëve unë pëlqejnë
Në rregull. Tash kam me bën një shpjegim pak se ç'është është edhe organizuar universiteti jon, tani ka kuptim edhe cilët filozofë më pëlqejnë. Se na i kena dyqysh i kena dy kampet mëdha brenda universitetit ose fakultetit filozofik, që është ajo pjesa postmoderne me profesorin Astrid Saliu, edhe ajo pjesa e modernizmit me profesorishën Hasni Elasi. Edhe ka kjo pjesa postmoderne i ki ata Foucault'n, Derridën, Baudrillardin e tjere, edhe ka ana moderne i ki Fichte'n, Schellingun, Kantin. I kena do deg tjera, për shembull, profesori Blerim me Hegelin, profesori Valon me drejtat edhe profesori Krist me shkollën e tij analitike, po çto dy kampet menoj që dyqysh janë jo që këto tjerat janë të injorueshme, po janë e më të rëndësishme edhe në historinë e filozofisë. Edhe unë dyqysh gjithmonë nuk mujtën me gjetë në veten as të postmodernistat, as të modernistat, po diçka në mesin e tyre. Edhe në mesin e tyre tash nuk kena një filozof që i përfaqëson qatë mesin, se na duhet me kriju qatë mesin midis postmodernës dhe modernës vetë, po në që se i shkanën me zgjedhë për shembull një filozof bashkohor që ndoshta isha pajtu ma shumë, të është filozofi edhe psikiatri Miguel Christ, është bashkohor, është akoma gjallë. Ka edhe filozof tjerë, për shembull është... Së pikërisht pëlqen? Miguel Christ më pëlqen se ajo ka mendimin që na në perëndim kena bë diçka që është e rrezikshme për me bë përmendjen tonë, se edhe pjesa e tij e psikiatrit reagon këtu. Sa ai thotë që e merr atë ndarjen që është e përgjithshme, po ai nuk e bën sa është e përgjithshme për me banalizu, që e kena as ndarjen midis trunit majt edhe trunit djathtë, edhe truni djathtë është ai mjeshti kreativ, edhe kjo truni majt është vetëm ai truni, ose ajo pjesa e trunit që e analizon botën ose e formalizon botën. Edhe Miguel Christ thotë që na gjithmonë e kena përdorën që trunin e majt ma shumë, e kena organizu botën, e kena reflektu për me ato, po gjithmonë e kena lanë këtë pjesën e përjetimit gjithysh anash. Bile Miguel Christ e ka dhe një tesë pak që është e rrezikshme me thonën, jo e rrezikshme, po është pak ndoshta për mua është e parahashme me thonë ato, sa e mendon që kjo filozofia jonë perëndimore të koncentru ka ona e trunit e djathtë që e ka pa botën gjithmonë të organizu, të interpretu, asnjëherë të mos e përjetu ç'është është, e ka dërgu njeriu jo vetëm drejt revolucionit industrial, po tani edhe te probleme tilla sikur skizofrenia dhe bipidia dhe këto problemet e tjera. Përshtat jena pak i parahatshëm me thonën këto, po ai është psikiatër edhe ai e thot thot në mënyrë më të rehatshme se sa unë që më thonë. Po mua intereson vetëm që ajo aspekti që e lën botën mi folën se sa ai me folën për mi botën. Po do një filozof tjetër? Filozof tjetër është edhe Hans-Georg Mülleri, është filozof bashkëkohor gjerman. Bile mund është mi gjetën edhe ligjëratat tina në YouTube, ku një do që i intereson. Ajo ka një ide shumë interesant për, s'ka më pëlqen të ajo pjesa tina, është ajo ka një ide shumë interesant bi identitetin. Edhe ajo identiteti është pyetja që ja bojna vetës kush jena na. Edhe Hans-Georg Mülleri e donë identitetin në 3 etapa ndryshme që mendoj që na duhet me ditën, sepse kjo është që kena përkufizu vetën. Për shembull, ai thotë që në etapën e parë, se në pjesën ku jena kanë halon në antikitet, kur ja kena bë pyetjen e identitetit vetës, kush jemi ne, gjithmonë ju kena përgjigj ai që e quhen me identitetin e sinqeritetit. Shka është identiteti i sinqeritetit, se tingëllon shumë bukur, por nuk është shumë i bukur. Hans-Georg Mülleri thotë që është ajo roli shoqëror ose roli familjar që na kena pasur me lujtën. Për shembull, unë më kanë burrë dhe u dash me lujtën në çat rol, edhe nuk ka pas rol tjetër që unë dashtën me lujtën, ose që unë dona me shty veten për me lujtë në rol tjetër. Tani pjesa tjetër që Hans-Georg Mülleri thotë që vjen me modernizmin është ajo që identitetin autentik. Edhe që kjo është ajo që na e kena dëgju gjithmonë, që kur bile na jena halat të jetu me një farë mënyre të që identiteti autentik, se na i thojna vetës, pyetjen kush jemi ne, na i thojna po unë jam vetja. Edhe që ajo është ai identiteti autentik, edhe Hans-Georg Mülleri thotë, po problem është se tani ti asnjëherë nuk e din kush është vetja jote, se gjithmonë je tu bë sen e treja dhe tu e gdhend veten me mënyra treja që më herët nuk i ke pasur. Edhe Hans-Georg Mülleri thotë që për fund, thotë që kjo është pse unë pëlqen ai, është që na tash nuk jena të jetu më në epokën as sinqeritetit edhe të autenticitetit, po jena të jetu në kohën e profilicitetit. Na bojna profile, edhe i thojnë edhe i kurojnë ato profilet, edhe profilet tona janë valide
përderisa i tregojnë atynev që na vëzhgojnë, se shka jemi të bashkë, ku jemi, me konjimi të e kalu kohën, edhe a i thot që profiliciteti ose që kjo pjesa ku identiteti jo në qëndrohet në profil, na i thojnë atjerve mënyrë të vazhdueshme që asë njerë mësë më reduktar një imazh, po të njëjtën kohë asë mësë merë seriozisht krejt ato që e thamone. Edhe kjo është krejt aja trolling culture që e kena në internet. Po paka shumë peshomi edhe që ka bon filozofia, të jep do koncepte që dosh me mendue botën ku jeton ti. Edhe që ajo është, edhe pse kur të përgjigj na cilët filozof të me janë të preferum, t'jap gjithmonë përgjigje që cilët filozofëm kanë ndihmuar me po botën me një farë mënyre pak ma të thellë ose ma të qartë, kisha më. Si mendon që është ai filozofi më kontrovers? Filozofi ma kontrovers, e kena një filozof na kontrovers në historinë e filozofisë, edhe ta një tjerë të pasojnë ato, edhe ky filozof ka në Nietzsche. Edhe Nietzsche, jo vetëm në ata që njohin në këtë kulturën tonë vernakulare si filozofi që ka thonë Zoti ka dek edhe na e kena vra, po është një të kohë dhe filozofi që për shembull na këtë e idealizojnë Platonin edhe sidomos Sokratin, që Sokratin e kanë mytë sa e ka folën mendimin e tij të lirë, edhe ata gjyqi Athina se ka mytë se ka dashur më ndalu mendimin e tij të lirë, edhe Nietzsche është shumë cinik edhe thot Athinas e kanë bë mirë që e kanë mytë Sokratin, u desh me mytën edhe një herë, që është e kena filozofin ma kontrovers, tani keq shkolla pëquj shkolla, pëse nuk është shkolla, për tani kejt ajo shkolla postmoderne franceze e merë Nietzschen edhe me një farë mënyrë e mishron shumë vena, për shembull Baudrillard e mishron te media, Foucaultja te pushteti, Derrida tani te gjuha, edhe që ta janë tani filozofat që e shtyjnë filozofinë deri ku filozofia nuk e di ma mundet me shku e deri ku e kanë shty ata për me shku. Dhe isha të fokusuar pak tek ty personalisht, pra, a mendon që të ka ndryshu filozofia së njeri, pra ky kalimi nga arti tek filozofia? Pyetja nuk është qa shumë a më ka ndryshuar, sa shumë që a ku vrejtun e sa shumë më ka ndryshuar. Edhe pse a ke vrejt sa shumë më ka ndryshuar. Ku vrejtën vetëm kohëve të fundit, kur u dashën se tashti edhe jam në semestrin e fundit, edhe tani po mërzitna, për shkak që kam i lanë ligjeratat edhe këto, e mos kam e pas ligjerata, edhe ku mendu për atë vetën teme, për atë albinorin që u ka në shkollë të mesme, edhe ku pa që shumë senet mija prej atyrit janë të njëjta, në aspektin që janë hala problemet e njëjta, po mënyrat që shi përgjigjna, mënyrat tani që shumë të jetu jetën është ketë ndryshe prej atyrit. Për shembull, për më të dhanën sikur një farë dritare se ku kana ja vetja jeme, që të tregova për atë ndarjen teme që e ku pasën me artin, u kanën, problemi jam për shembull bachelor, u kanën pikërisht problemi që unë e ku më trashëgu tani me qatë ndarjen për artit, edhe pyetja jam e parë u kanën në rregull çka bojna në art, edhe na e çujna atë botën abstrakte që arti na dërgon drejt asaj abstrakte se me mendu që ato. Edhe pyetja jam që aku mba që u kanë edhe tema e bachelor u kanën pse na mujna me fantazu, se pse na mujna me pas ato mendimet abstrakte edhe pse që ato mendimet abstrakte kanë rëndësi për neve tani. Edhe tashti në master kjo pyetje vetëm u amplifiku hala ma shumë edhe pyetjen më të madhe që aku mba vetës ose që tashti jam të umarën me ta është se qysh neve gjuha na gdhen të botën ku jetojna, apo të njëjtën kohë dhe na bën me pas kujdes ndaj do gjërave që janë shumë të çuditshme, për shembull me pas kujdes. Një prej shembujve është që kur ta kena një autor të preferuar ose na kur t'jena me një shok të nejtën, gjithmonë e krijojna një farë pithamën e mini ontologjie, po mini ontologjie i bjen që na jena të kriju një botë vogël me njëri tjetrin. Hajgaret që i bojna, ose senet që ja kallëzojna njëri tjetrit, është bota jonë ke ndryshe për dikonja tjetër, për shkak që ajo veç bota jonë ka kuptim për neve. Hajgaret tona kanë kuptim vetëm për neve dëve që janë mesin tonë, sigurisht jobe, që sigurisht se dikush tjetër mundet më integru në këtë botën tonë të vogël. Po bota jonë e vogël ka kuptim, njëjtën mënyrë që shka për shembull edhe autori jonë i preferuar, se ka nga jonë e preferuar për neve kuptim edhe. Pyetja kryesore është tani se ka shtuar çaj kuptimi, a shtuardhën për shkak që na jena tu e gjetën njëri tjetrin që i kena interesat e përbashkëta, që nuk besoj që është
shumë valide për shkak që ti mundesh me gjetë një autor që nuk je pajtu heq me ta, po thjesht ka pëlqyer tani me një kohë caktuar, edhe tani për shembull ose edhe një këngë caktuar që është shumë e mërzitshme të pëlqen me një kohë kur je shumë i gëzuar, që përgjigjja ime ndaj kësaj pyetjes, që është shumë e ndjemallësi është me thonë unë që përgjigjja ime, po unë për një mendoj që është jo aspekti se sa është raporti ndërmjet neve dy për shembull i thellë, po me një farë mënyrë cila ndjenjë është na përkut neve dëve për me kriju qatë botën e vogël. Edhe unë mendoj që të ndjenjën që e kena të përbashkt, që Aristoteli për shembull e ki shujtën synthesja, unë e kum qujtën magjepsje. Që ndoshta psikologët më kishin bërtit, se kishin thonë në shka u bërzijesh ka ndjenjat, na folmi për to, po besoj që pse kum qujtë magjepsje është se na gjithmonë jena në magjepsjen e gjuhës që e përdormi me njëri tjetrin. Për shembull na jena të magjepsur njëjtën kohë, na dy që jena ato e bëjnë intervistën edhe ata për shembull që janë tu i kontrollu kamerat, ata e kanë botën e tyre, na e kena botën tonë dhe duhet me lujtë rolin çat botën që kemi. A të fokusohemi pak tek punimet e tua, i kem po në disa esej tua ndryshme që i ka postu në rrjetet tua sociale. A mundesh më na shpjegu ka të janë inspirime, si shkruan ato? Inspirimi për ato esej ka qenë në gjithmonë i momentit, se e kum pas një problem që më kanë të mendua dhe tani kum folën për qatë problemi, nuk kam për shembull problemi, e kam gjithmonë qatë problemi me disa artit edhe filozofisë, edhe nëse i sheh krejt esejt e mia, janë për mirën pikërisht me qatë problemin me dysyne, ose mujna me qujta me një farë ballafaqimi me dysyne. Për shembull shkrimet e mia të para të Dugagjini, gjithmonë ju kanë të e trajtue një farë aspektin mistik të përjetimit që e kena para veprave të artit, po edhe artin në përgjithësi. Tani ma vonë ka kalua dhe u ba një farë obsesioni muj me thonën, se qysh na e mishrojnë ata një qatë artin, vetë politikën që e bojna dhe kove të fundit ka kalua prej misticizmin politik, tash ka kalua me një periudhë që jam të shkruje ma shumë për një farë anarkoteologjie katolike që e qujone. A mundesh me na shpjegu këto? Në rregull, anarkoteologjia katolike e qujone atë aspektin që na jena ma shumë të, na e besojna ma shumë hyjen, ose Zotin e besojna ma shumë, jo të ukanën në atë një ngranazhin e tina epistemologjik i bjen në atë pjesën e tina të njojës, që është dogma religjioze, por na gjithmonë do të më ukanën ma shumë të interesume dhe të ma gjepsën me ata që Zoti është dashuri, që është inherente brenda katolicizmit, për çata që nuk është që unë jam kundër feve tjera, po katolicizmi ka inherente që Zoti është dashuri dhe tjera tani pasojnë për asajna. Edhe shka është për shembull qëllimi i kësaj anarkoteologjisë është me tregu që na nuk e kena një farë zanafile për pas që të ma gjepsjen që udhëheqësi krejt seneve që i ka krijuar, nëse ka një të tillë, është dashuria dhe jo diçka përtej saj. Jo diçka për shembull që na thot në rregull është dashuri, po nëse ti nuk e marr në çet rrugën e caktuar, atëherë ki mund dëshkue. Sa vështirë është mi trajtu këto tema se janë pak më të ndjeshme? Është e vështirë, po nuk është qaq e vështirë kur jetue. Se nëse jetue atëherë nuk e di që shumicën e njerëzve i lëndon ai aspekti që na gjithmonë e morëm asenin që ata e dojnë edhe jena të e ba sikur pjesë mendimit tonë edhe na mujna me lëndu që ashtu të e ba pjesë mendimit tonë, po për mu personalisht nuk ka problem për shkak që unë e kam atë mendimin që ndoshta është mendim edhe i marrë, që nëse muj me përkthye ata që e ndjej dhe që mendoj që vërtet është e një mend që po them, atëherë e thom edhe nëse dikush ka një argument kundër, jam i gatshëm me pranu edhe pse jo me ndryshu edhe mendimin. E përmendëm psikologët që mund me të thonë mos e përzi ka ndjenjat. Faktikisht sa është e përfshirë ndjenja në pjesën e filozofisë? Në filozofinë moderne, që është kjo filozofia me Descartesin edhe që vjen deri tek filozofia postmoderne, për shembull me Nietzsche, ndjenjat kanë shumë pak rëndësi për filozofat. Kanë shumë pak rëndësi përderisa ata nuk i shohin sikur një farë qëllimi në vetvete dhe i shohin vetëm sikur pjesa inferiore e personalitetit tonë ose e vetës tonë që na duhet mi te i kalue.
Edhe ata I mendojnë sikur ato pjesën tonë kafshërore që e kena, edhe që na duhet me ikën prej sajna. Po për shembull prej Nietzsche se këtej, na e kena një farndari që I mendojna pak ma mirë, bëj me thonën këto ndjenjat edhe jena më afër me to. Besa mujna me ba dhe një farë historie të shkurtër të filozofisë që prej Platonit deri tek Nietzsche ndjenjat mendojnë që janë inferiore, kurse për para Sokratek, për ata filozofat që kanë para Platonit dhe ata filozofat që vinë mas Nietzschet, ndjenjat bëhen kryesore për neve. Për shembull, Nietzsche e ka një thënie shumë interesant, kur thotë që argumenti jonë kundër krishterizmit nuk është më një farë argumenti logjik, po është argumenti shijes. Na thjesht nuk e pëlqejnë ato. Që për Evropën e krishtere ka pasur në kuptim, po për me thonën për neve tash, është sikur me thonën që argumenti jonë kundër religionit shumicës të na, nuk është një farë argumenti logjik, po është argumenti shijes. Na thjesht më nuk dojna me jetu që ashtu qysh na thonë tjertë me jetu ose përmes shati religionit. Që është pak kontroversë, po një që thotë që ashtu na jena të operu tash. Pra Nietzsche pas ka mejtë gjithmonë kështu në mendjen tonë dhe pas shumë viteve, pra atë janë dhe I përmend thënjet e tina. Nietzsche ka më ndjekën besoj që gjatë gjithë jetës. Zakonisht na rreme, shohemi kanë me njëri tjetrin, po në fund duhet me kalu mirë, ose ndoshta deri dikon pajtohemi, po kajet qysh pajtohemi janë ketë të ndryshme. Për në fund, sa mendojnë që filozofia do të vlerësohet në Kosovë? Është pyetje e vështirë, po është pyetje që për të mirën e atyne që dojnë me bë filozofinë do të me injërue. Se problemi me filozofinë është që nuk ka lidhja vlerësohet ajo. Është që sa je I gatshëm ti me bë dhe sa je I gatshëm me shku në fund, nejse jo në fund filozofisë, filozofia nuk ka fund, po sa je qëllimi tonë për me mendue brenda filozofisë. Kështu që nëse I shkonën ajo pyetja sa do të më vlerësue, përgjigja më e mirë I shkonën që nuk përgjigjna se nuk du me mendu për atë pyetjen. Ndoshta vlerësohet ma shumë të sekret fushat e tjera, ndoshta vlerësohet ma spakti, po vetë përgjigja ndaj kësaj pyetjes është përgjigja që tani neve na bën me mendu filozofinë si diçka utilitare, si diçka si një farë komoditeti jonë dhe jo si diçka që është ajo mendimi I thellë për aspektin se ku jetu ti tash. Sa mendon që pikërisht ti je I gatshëm për me bë këtë? Nuk e di. Nuk e di sa jam I gatshëm, po e di që ja kum premtu vetes që kam me vazhdu me filozofinë dhe kam e mbetën te filozofia. Atëherë Abinor, faleminderit shumë që ishe sot në studio dhe besoj u kënaqur me këtë bisedë, ka gjë kështu interaktive. Të faleminderit edhe prej juve që më keni ftu edhe prej ekipës ju. Po besoj ke kalu mirë edhe të? Kum kalu mirë, s'un kum bë shaka sa ku mujtëm, po mirë është. Herën tjetër. Nëse ka herë tjetër. Atëherë dashur shikues, kaq kishim për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premte nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës. Mirupafshim.